Me iniciativën e ambasadës së Bullgarisë në vendin tonë, banorët e Golobordos në Buqis patën mundësinë të bëjnë kontrolle shëndetësore falas. Kjo ka bërë që të gjithë banorët të shohin një kujdes të shtuar të shtetit bullgar. Vetë banorët thonë se duke qenë minoritet, shteti bullgar tregon më shumë vëmendje se shteti shqiptar. Ata e lidhin këtë jo vetëm me pajisjen me pasaporta bullgare që i kanë bërë që të lëvizin lirshëm në Europë, por edhe me kujdesin që tregohet për banorët që jetojnë këtu. Ndërkohë, disa nga banorët shprehen se vetëm për të udhëtuar jashtë shtetit e kanë marrë pasaportën bullgare, ndërsa i quajnë veten 100% shtetas shqiptar. Interesim të madh bullgarët për Golobord. Dhe na quajnë si minoritet bullgar. Kërkojmë pasaporta bullgare, shtetës shqiptar jemi, por për punësim edhe për në Evropë kërkojmë pasaporta bullgare. Ato na japin pa probleme. Dëshirojmë të jem shqiptar. Jo. Pasaportat i kërkojmë për punësim, për nevojat tonë. Më mirë bullgare se sa shqiptare. Shqipëria nuk je pasgjë. Ja sot ka ardhur Bullgaria dhe na bën vizita pa lek. Ke fshati im nuk ka spital, as një infermiere nuk ka. Shqipëria nuk je pasgjë. Ajo nuk është me dëshirë çfarë jemi ne bullgara shqiptar, ajo se më thonë është me origjinë e çish dem babadem u emri e ka njoft minoritetin nënt bullgare di Rama. Minoriteti nënt në Shqipëri edhe kaq. Preardhja është bullgare. Pasi pranë bullgare. Sipas censit të popullsisë së vitit 2023, në vendin tonë jetojnë 7057 shtetas bullgar, të cilët janë të vendosur në zona të ndryshme të Shqipërisë.